E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me... Kryeministri Edi Rama reagoi me tone të forta ndaj shoqatës së gjyqtarëve, duke akuzuar ato se po sillen si aktor politik dhe jo si struktura profesionale që duhet përfaqësojnë interesat e sistemit të drejtësisë. Sipas tij, pas kërkesës për rritjen e pagave në gjykatën kushtetuese, ato kanë dalë nga roli i tyre funksional dhe që kanë përdorur gjuhë të papërshtatshme kundër qeverisë dhe mediave, duke synuar figurën e gjyqtarit si arbitër i paanshëm. Rama theksoi se ndërhyrjet publike dhe presioni për ndryshime në ligjin e pagave përbëjnë tegalim të mandatit ligjor të shoqatave. Ai cilësoi këto veprime si një tymnaj populiste që synon të ndikojë politikisht në vend që të mbrojë standardet profesionale të drejtësisë. Sipas kryeministrit, kërkesa për rritje pagash me një kosto për 37 milion euro është e papërballueshme për buxhetin e shtetit, përfshin edhe gjyqtarët që kanë kaluar vettingull. Ai vlerësoi qëndrimin e SPAK-ut i cili nuk ju bashkua kësaj nisme, duke theksuar se strukturat e posaçme të drejtësisë duhet të kenë prioritet për shkak të rolit të tyre në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rama shtoi se qeveria ka ofruar tashmë përfitime të konsiderueshme për gjyqtarët dhe se kërkesa aktuale nuk respekton kufit ligjor, duke krijuar presion të padrejtë mbi vendimarrjen. Ai paralajmëroi se nëse gjykata kushtetuese do të miratonte këtë kërkesë, qeveria do të ndërmerrte hapa të tjerë për të mbrojtur interesin publik dhe financat e shtetit.